Kryesisht janë konsumu debatet rreth temave mirë, po më rëndësi është që ne për çdo natë aty ku takohemi i shpërfaqim do të thotë programin ton, mirë po duhet ta dimë si Kaçanik, s'pari duhet bëjmë një konstatim. Konstatimi është që jemi në deficit të banorëve, deficit buxhetor dhe deficit në investime. Jemi në deficit banorëve për shkak se kemi pas 32.000 banorë, tash kemi afërsisht 27.000 banorë dhe ikja e tyre ka ndodhur për shkak të gjendjes socioekonomike të tyre. Pjesa tjetër kanë ikë në migrim dhe ata kanë ikë kryesisht për këto probleme. Ashti në nivelin komunal nuk ka e majta dhe e djata, por këtu ka për ujë, folet për kanalizimin, folet për investimet, për shkolla, për disiplina, gjitha do të thotë janë tema të cilat na përcjellin gjatë jetës. Mirë, po për 25 vjet këto nuk janë kryer ashtu si duhet dhe prandaj edhe sot që jemi 7 kandidatë nëse diku i duket e tepërt, ne mendojmë se nuk është ashtu, për shkak se edhe pse jemi komunë e vogël, kemi mendime të ndryshme dhe kemi programe të ndryshme dhe jemi kandidatë të ndryshëm. Unë mendoj që jam kandidat i ndryshëm nga kundër kandidat tjerë, për shkak se kam një përvojë politike, një përvojë institucionale dhe e përfaqësoj një pjesë të njerëzve që mendojnë janë pak kënaqur me elitat politike, të partive politike dhe kështu nuk ka kurrë gjë të keqe. Jemi në deficit buxhetor për shkak se si komunë në bruto buxheti kemi 13 milion, po për investime kapitali i kemi vetëm 3.200.000. E marrni me mend për një territor se Kaçaniku është duket komunë e vogël numerikisht, po territorialisht nuk është komunë e vogël, plus kur e merr atë pjesën që është pjesë kodri normalore, kosta investime për mirëmbajtje, ndash rrugëve, ndash shkollës, ndash udhëtimit nxënësve në shkolla është jashtëzakonisht e kushtueshme dhe me këtë buxhet nuk mundesh me bëu gjë. Tash cila është rruga për me mujt me e çun kom nga koma dhe nga përgjumja Kaçanikun dhe me kthy jetën më interaktive në Kaçanik, është kjo që të marrim gronte sa më shumë nga niveli qendror, cila do të qoftë qeveria jo, dhe gronte nga investitorët e huaj dhe ambasadat. Rrugë tjetër nuk kemi për shkak se komuna nuk ka drejt me urras kredi edhe për me bëj investime. Tash pjesa tjetër është të fillu prej imazhit, ne me të pa drejt, nga Kaçaniku ka lavdiko, histori, ka krenari, si gjitha komunat e Kosovës, mirë po këtë pjesë nuk kemi mujt ne kapitalizu, për shkak se sinqeriteti i banorëve tonë dhe njerëzve që na kanë përfaqësu, nuk kanë qenë kujdesshëm, kanë ardhur kanë rrash, po ato do të jeni burrat mirë, lavdiu shoh, bravit shoh, dhe në fund nuk është kthy në investime ose në investime jashtëzakonisht të vogla. Është kryetari i komunës Kuzës që vjen, më mendoj se do të jem unë, por nëse s'jam unë, atëherë ai që vjen e ka për detyrë me ndërtu një imazh tjetër për Kaçanikun, imazh për të mirë, për me kthy edhe investitorët e huaj, për shkak se investitorët e huaj që vinë me investu në çdo fush, nëse hyn ai në Google ose merr informatat në teknologji, nëse e sheh që është një kryetar me probleme ligjore ose ka probleme tjera, atëherë me siguri që nuk vjen ai për me ardhur me investu. Kështu që na duhet një punë jashtëzakonisht e madhe dhe ajo që është më me rëndësi duhet të ndodh bashkëpunimi ndërinstitucional. Kushdo që ka si nivel qendror dhe nivel lokal nuk ka funksionu kjo pjesa sa duhet. Edhe kur një kohë, kur Partia Demokratike ka qenë nivel qendror, nivel lokal, nuk kanë mujt me kapitalizu këtë pjesë, po thash veç kanë ardhur, na e kanë thurë ladhe se jemi burrat mirë ose gratë zoja, por realisht ne jemi në skamje. Edhe për juve 3 minuta.